kemi qenë në një situatë për mendimin tim jashtëzakonisht paradoksale gjatë kësaj periudhe, sepse kemi qenë në një situatë në të cilën më shumë ka folë për zgjedhje, ka shtyr ka zgjedhje të pushtetit se sa opozita. E zakonisht do duhet të ishte kundërta, pra ai që e ka qeverinë ai nuk ka interes me shku në zgjedhje, nuk ishte dashur me pas interes. Ndërkohë që këta nuk e kanë, natyrisht që kanë interes me shku në zgjedhje me synu edhe një herë, domethënë, në rezultat më të mirë zgjedhor. Këtu pak a shumë kjo ka qenë prapakthyer. Më shumë ka folë për zgjedhje Albin Kurti se të tjerë. Dhe vazhdon me sjelljet e tij, domethënë me Po përdor këta si trysni për mi opozitën. Se shkojnë zgjedhje. Po qartë azi, në fillim edhe ka mujt me besu që kjo dhes, po tash përshihet që jo. Tash përshihet që opozita para se me unë nështru, është më angazhme me shku në zgjedhje. Në kuptimin e gatishmërisë për me i rezistu të quaj ashtu kapjes së plotë të gjitha institucioneve nga zoti Albin Kurti. Natyrisht tash nëse i marrim dhe analizojmë deklaratat, shumë kush mundet me mendu që as Kurti nuk ka interesim me shku në zgjedhje, dhe unë mendoj që mbas edhe kështu nuk do duhet të kishte interes. Natyrisht, sepse i ka qeverinë i vetëm dhe mundet me qeverisë vendin. Po mund të ketë edhe faktorë tjerë, pse për shembull është hyrë në atë drejtim, që mund të jenë edhe faktorë jashtë kontrollit tonë, pra gjeopolitike kështu me radhë, po mund të jenë edhe faktorë të brendshëm. Një prej arsyeve pse unë mendoj që Kurti do të kishte dëshirë me shku në zgjedhje, është që të mos harrojmë që Kurti është në një situatë të favorshme. Jo ka shi rezultatit të mundshëm zgjedhor, që mund të vijë në zgjedhjet e qershorit, mirë po ka shi kontrollit përmbi institucionin kryesor që ka qeverinë dhe që ka është më në zi buxhetin. Dhe Kurti në fakt e ka shumë të rëndësishme që me pas periudha kur ai drejton, po pa llogaridhënie. Pra me një kuvend jo funksional, nuk ka llogaridhënie në kuvend. Ashtu kështu është që po e kontrollon kuvendi, sepse ka shumicë. Sakt. Kuvendin po por megjithatë debat ka. Po veç po e shoh që edhe kuvendin ton kohën po e marrin në një gjendje emergjente. Domethënë se cilën seancë kuvendit diskutimi kryesor është tentim futja e ligjeve të reja nga lëvizjeve të vendosje, edhe mos mjollon kohë deputetëve për me i diskutuar. Po, në seanca të jashtëzakonshme. Ne kemi kalu, kuvendi i Republikës Kosovës i ka kalu disa ligje shumë të rëndësishme për cilat na nuk e kemi pas as një minutë diskutim, me bejt lema ditë që është dashme pas. Kemi përmendur dhe herën kaluar ligjin për sigurimin shëndetësor, ligjin për byron, rikthimin e ligjit për byron. Ligji për çmimet tavan, tash ligji për energjinë që është diskutuar pranë me kështu me radhë. Domethënë, na e dim çka ka në ato ligje si publik për shembull. Unë nuk e di për vetë, edhe pse e përcjelli këto. Nuk e di çka ka në sigurimin shëndetësor. Unë e kam dëgjuar tazëm ministrën e drejtësisë zonjën Gërvalla, e cila në komision tha që ligji për byron është i njëjti, prandaj s'ka pas nevojë për diskutim publik, apo? Ai ishte kjo deklarata e saj. Si është i njëjti, po çata ta kallëzuar që ka kushtetuese. Ti do dash me ndryshuar ata. Për ndryshe prapë është antikushtetues, nëse është i njëjti, se s'e di.